Këtë të martë, Bashkia e Tiranës ka prezantuar planin urbanistik të Tiranës në drejtimin e arkitektit italian Stefano Boeri. Ky plan, ka thënë kryebashkiaku Veliaj në fjalën e hapjes, nuk është ai ndërtimeve pa leje dhe kjo është e sigurt. Veliaj do ta kthejë kryeqytetin me 7 qendra. Këtë të martë, Bashkia e Tiranës ka prezantuar planin urbanistik të Tiranës në drejtimin e arkitektit italian Stefano Boeri. Ky plan, tha kryebashkiaku Veliaj në fjalën e hapjes, nuk është ai ndërtimeve pa leje dhe kjo është e sigurt. Veliaj tha se do e kthejë kryeqytetin me 7 qendra. Një Tiranë e cila do të ketë 7 qendra. 7 qendrat janë qendra kryesore, që le të themi qendra klasike e Tiranës. Propozimi tjetër është qendra tjetër të jetë zona e kombinatit, tjetra zona e kinostudios, zona e Laprakës, pjesa e bulevardit ri, e cila do të zhvillohet si një lagje e re e Tiranës, trekëndshi i zonës industriale të Shkozës me Farkën, zona e qytetit studentit Sauk Lundër, të cilat tashmë ka marrë fizionomin e një poli urban, për t'i kthyer në valvula shkarkimi dhe për t'i krijuar si lagje apo qendra të vetë mjaftueshme, pa detyruar çdo qytetar të vinë në qendrën klasike të Tiranës për çfarëdo lloj shërbimi. Veliaj u shpreh se ky plan është një dokument i rëndësishëm, por ajo që ka më shumë rëndësi është transparenca dhe vendimarrja e drejtë. Duke përmendur disa nga idetë bazë të planit urbanistik, Veliaj theksoi: "Sigurisht nuk po them që në Tiranë nuk do të ndërtohet, por është mirë të vendosim kalin përpara karrocës dhe jo karrocën përpara kalit." Kryebashkiaku dha garancinë se pavarësisht pushimeve, Bashkia e Tiranës do të punojë gjatë gjithë verës për realizimin e projekteve të saj. Ai ka theksuar se gjatë këtij viti është përpjekur që të justifikojë plotësisht besimin e dhënë dhe t'ua kthejë ato qytetarëve me punë konkrete për Tiranën.